3 herë në javë, 4 orë dializë, pa asnjë siguri për ditën e nesërme. Kjo është përditshmëria e Zinepi Seinit, e cila sot ka vetëm një kërkesë, që ta ndihmoni për gjendjen e saj shëndetësore dhe për kushtet e jetesës. Zinepi Seini, 35 vjeç nga Kustivari, jeton e vetme, e sëmur rënd dhe sot rrezikon të mbetet edhe pas treh, pasi nuk ka mundësi të paguajë qiran. Për shkak të gjendjes shëndetësore, ajo nuk ka mundur të punojë asnjëherë dhe jeton vetëm nga ndihma sociale dhe mbështetja e bamirësve. Por këto mjete nuk mjaftojnë as për nevojat më elementare të jetës. Për gati 20 vite, ajo trajtohet në spitalin e qytetit të Shkupit, 3 herë në javë nga 4 orë dializë çdo seancë. Për Zinepin, dializa nuk është zgjidhje për mënyra e vetme për të mbjetuar, nga ku pa të, jeta e saj rrezikohet drejt për drejt. Pa familje, pa mbështetje dhe pa mundësi për të siguruar të ardhura. Zinepi është e detyruar të përballojë vetme sëmundjen dhe varfërinë. Me të ardhura minimale sociale prej 4.000 denarësh, ajo përballet me shpenzimet e larta për barna, udhëtime drejt Shkupit dhe shpenzimet për jetesë, të cilat e kanë vënë në kufite mbi jetesës. Jetoj këto kjo shpeja nga Kustivar me qira, 70 euro e kom qiran, tu gjenia ga marrë 5.000 denar, nuk mdalin, atë ta paguj qiran, atë marrë hapat më kushtojnë rreth 50 euro, mujarën si shkojnë Shkupe qes ka 7.000 denar, nuk mdalin ata pare për asnjë sen. Prez kushtëm ndihmoje, edhe t'ja dali, mujnë t'ja dali. 4.000 denare kom socialnën, hapat t'i pej, në Shkup që shkoj 3 herë mjavët, nuk mjaftojnë ata 5.000 denar. Ndërkaq, sëmundja nuk e kufizon Zinepin vetëm fizikisht, por edhe në funksionimin e përditshëm të jetës. Për shkak të dializës, ajo shpesh nuk ka forcë as për punët bazike të shtëpisë apo gatimin. Ushqimin detyrohet ta përgatisë një ditë më herët, vetëm që të ketë çfarë të hajë ditën tjetër. Përveç gjendjes shëndetësore, ajo përballet edhe me një të kaluar të rënd familjare dhe mungesë të plotë mbështetjeje. Zinepi tash e 4 vite ndodhet në listën e pritjes për transplant dhe aktualisht është duke kryer analizat e nevojshme, me shpresën se së shpejti do të jepet një mundësi për një jetë pa dializë. Po të kisha dash, pikës pari një transplant ta boj, edhe ta kijam një kull mbi kokë, më paguj qira, se me të vërtet sunja dal. Po gjishja më ka rrit. Prindrit më kanë lënë shumë të vogël, djavësh më kanë lënë, më ka rrit gjishja. Ka rrit. Gjishja ndroj jetën e mbeta vetë. Po, babi ka qana, na ju frikë shumë edhe se di, mlamu në spital edhe hiku, u trem shumë. Ka që 4 vjetë të presë në listë, jo. Tash jam të i bo edhe disi analiza, shpresuj se dë kijet diqka. Por deri atëherë, vështirësitë ekonomike dhe frika për të mbetur pas treh e kanë vënë atë në një situatë të rëndë. Me të ardhura minimale, ajo mezi arrin t'i mbulojë edhe shpenzimet bazike për ujë dhe rrymë, ndërsa çdo ditë jeton me frikën se mund të përfundojë në rrugë. Ndaj, në mungesë të çdo sigurie, ajo sot kërkon ndihmën e qytetarëve për të mbjetuar, duke shpresuar se dikush do t'i zgjas dorën. Mesazhi jem është, di kisha lut kush sa ka mundësi të më ndihmojë, se me të vërtet e kom qiran dimuj pa paguj, do vje gaza dëmë qes, drunë që i pat për jashta, i ku marrë pike parku, mi dhanë për se vap, edhe një vlam dimoj më pro pak drunë, edhe qashtu mundohem ta kalon dim. Po, edhe përfundoj jashtën se se paguj. Në mungesë të një zgjidhje afatgjate, shpresa e saj mbetet humaniteti. Çdo ndihmë sado e vogël për Zinepin do të thotë jetë.